Dy zhvillime politike në Ballkan nxjerrin në pa kontrastin mes një opozite të centralizuar në Shqipëri dhe një lëvizje studentore që kërkon ndryshim politik në Serbi. Më 23 maj Partia Demokratike në Shqipëri do të zhvillojë zgjedhjet për kreun e saj, ku Sali Berisha hyn në garë pas një kundërshtar. Pas 35 vitesh në politikë dhe dekadash dominimi në të djathtën shqiptare, ish kryeministri nuk ka ndërmend të largohet, por këtë herë ka vrarë edhe garën brenda partisë. Ironia politike e datës qëndron në faktin se po atë ditë në Serbi, studentët dhe grupet opozitare kanë paralajmëruar një nga tubimet më të mëdha kundër presidentit Aleksandar Vučić në një moment kur Beogradi po përballet me presion të fortë social dhe politik. Në Shqipëri opozita ka hallet e saj dhe është katandisur në protesta me disa qindra persona pas përçarjeve të brendshme, largimit figurave kritike dhe kontrollit të strukturave të partisë. Lideri historik i demokratëve hyn në zgjedhje i vetëm duke vulosur dominimin e tij absolut në PD edhe në vitin 2026. Ndërkohë në Serbi situata politike po lëviz në drejtim të kundërt. Studentët që prej muajsh organizojnë protesta kundër qeverisë së Vučić kanë paralajmëruar një tubim masiv në sheshin Slavia të Beogradit. Krah tyre janë dhe partitë opozitare, ndërkohë te ne halli opozitës është që Berisha të rimarr kreun e partisë. Ky është një qytet ku nuk ka arsye të jesh vetëm 23 maj, shkruajnë organizatorët në rrjetet sociale duke cituar këngën Great. Lëvizja studentore, e cila nisi fillimisht si reagim ndaj korrupsionit dhe institucioneve të kapura, tashmë po hyn hapur në terren politik. Studentja e Fakultetit të Shkencave Politike, Tara Blagojević, deklaroi për median serbe danas se protesta nuk do të jetë thjesht simbolike. Këto nuk ishin vetëm kërkesa, por parime që na bashkuan dhe që tregojnë se lufta për drejtësi dhe përgjegjësi është bërë për dishmëria jonë. Sot duam të tregojmë çfarë kemi bërë, jo përmes premtimeve, por përmes rezultateve konkrete të asaj që kemi përgatitur, sepse besojmë se shoqëria mund të jetë drejtë dhe funksionale nëse ka një plan dhe vullnet për të ndryshuar, tha ajo. Sipas saj, studentët po përgatiten edhe për zgjedhje, duke trajnuar vëzhgues dhe duke zgjeruar rrjetin organizativ në të gjithë Serbinë. Nuk e shohim këtë si ndarje mes Beogradit dhe pjesës tjetër të vendit. Ky tubim u përket të gjithëve. E ani të tregojmë sa jemi, deklaroi Blagojević. Edhe profesori i Fakultetit të Shkencave Politike, Bojan Vranić, e konsideron protestën e 23 majit si hyrje të qartë në betejën politike kundër Vučić. Vitin e kaluar qytetarët dolën në rrugë nga solidariteti me viktimat dhe kundër korrupsionit. Tani mesazhi është ndryshe. Votoni për ne, për kandidatët tanë, bashkohuni me ne. Kjo tashmë është politike e hapur, u shpreh ai. Në të njëjtën ditë Ballkani do të prodhojë kështu dy pamje krejt të ndryshme të opozitës. Në Tiranë, një lider historik që rikandidoni vetëm pas 35 vitesh në politik, ndërsa në Beograd, një brez studentësh që kërkon të sfidojë pushtetin përmes mobilizimit masiv në rrugë.